Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja dërgojmë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi në muajin Shaban dhe edhe me tutje po vazhdojmë të modifikohemi dhe të përfitojmë nga vlerat e këtij muaji. Në javën e kaluar kemi folë për vlerat e këtij muaji në aspektin shpirtëror, praktikisht kemi folë për programin profetik të muajit Shaban. Dhe kemi ardhur në përfundim se epilogu i krejt atij programi profetik ka qenë që ne të parapërgatitemi për garën e madhe të muajit Ramazan. Prandaj dhe kemi promovuar se në muajin Shaban pejgamberi alayhis salam e ka ndryshuar programin në raport me muajt të tjerë. Gjithsesi që ka dhe shumë çka të thuhet lidhur me programin që do të duhej rishikuar në këtë muaj, në mesin e tyre është se të parët musliman, të parët gjeneratat e hershme, muajin Shaban e kanë quajt edhe muaji i Kuranit. Kështu është quajt muaji Shaban tek gjeneratat e arta, gjeneratat e para, prandaj edhe pas agjerimit, pas shtimit të agjerimit, në muajin Shaban jenë përkushtuar në leximin e Kuranit, jenë përkushtuar në perfekcionimin e mësimit të Kuranit. Ndërsa ne të ndershëm vëllezër, edhe nëse themi shumë shekuj mrapa tyre, edhe me tutje vazhdojmë të kemi problem me njoft leximin e librit të Allahut. Prandaj të ndershëm vëllezër, në këtë hutbë do të flasim në pika të shkurta trajtimi i Kuranit pra në muajin Shaban, para se të him në muajin Ramazan, duke qenë se muaji Ramazan është edhe muaji i Kuranit, sepse në te ka zbrit Kurani, por duam që të jemi të parapërgatitur. Prandaj po flas në dy dimensione në pika shumë të shkurta. Po flas nga aspekti i shpërblimit dhe vlerës së Kuranit. Pra vëllezër, sa ne e çmojmë librin e Allahut, sa ne e njohim librin e Allahut, mbetet që ne pra t'i flasim mendjes tonë, t'i flasim vetvetes, por kemi nevojë të bëjmë përkujtime se kemi të bëjmë me fjalët më të sakta, me fjalët e krijuesit të Allahut xhelle xhelalu. Kemi të bëjmë me mesazhet e fundit të njerëzimit. E nëse e bëjmë një sondazh të përgjithshëm, e që njerëzit lexojnë libra, romane, e lexojnë do thotë vepra të ndryshme, e si mund të quhet intelektual një person i cili ende nuk ju ka qas njohjes së librit të Allahut. Duke qenë se ne si njerëz flasim edhe ja huqim, flasim edhe gabojmë, edhe ne mund flasim vetëm për diçka që është reale të kohës tonë, edhe ata me përmasa të parafërta, ndërsa atë që e ka sjell Allahu është më se e sigurt. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu i Madhërisht kur na flet në Kur'an lidhur me ata të cilët e mësojnë leximin e Kuranit, e lexojnë Kuranin, e përpunojnë Kuranin, Allahu i ka thujt tregtar me Allahun, me bë tregti me Allahun. Kështu Allahu xhelle xhelalu në Kuran thot: "Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur." Vërtet ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, kështu pe quhen Allahu Kuranin, libri i Allahut, libri i Allahut. Vëllezër, du të kemi emocione kur flasim për këto citate. Ne kur lexojmë ndonjë vepër të ndonjë shkencëtari, do thotë, ndoshta e paguajmë shumë shtrejt, edhe jemi në gjendje me nejt shumë javë dhe ditë edhe muaj pa gjumë. Krejt është në rregull nëse përfitojmë. Po për librin e Allahut sa kemi investuar? Sa kemi investuar para ose kohë? Prandaj Allahu po thotë, vërtet ata që lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe apin nga pasuria që ne ju kemi dhënë, ata shpresojnë në një tregti që nuk dështon asnjëherë. Por Allahu e ka garantuar tregtin me Allahun. E një prej tregtive me Allahun është leximi i librit të tij, leximi i Kuranit. E si është kjo tregti? Na vjen pjesa e dytë e hutbes që do ta deshifroj. Por tani po flas nga aspekti i shpërblimit. Pastaj të ndershëm vëllezër, ata që lexojnë librin e Allahut, Allahu i Madhërisht ka garantuar se do t'i ngrit në vlera, do t'i integron.
Dhe kjo ngritje, siç ka në hadithin e saktë pejgamberit alayhiselam, se Allahu përmes këtij libri i ngrit disa popuj dhe i ul disa të tjerë. Pra, bën ngritje individuale, familjare, shoqërore, e kështu me radhë. Ata pra që e lexojnë librin e Allahut, pra janë intelektual, sepse njihen me krijuesin e tyre, njihen me realitetin që ka ndodhur, me atë që po ndodh dhe që do të vijë. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu po garanton se do t'i ngrit në vlera. Aq sa investojmë dhe na ngrit Allahu i Madhërisht. Pastaj të ndershëm vëllezër, ai që lexon librin e Allahut, Allahu ka garantuar se ai person është i begat, është i bereqetshëm si individ dhe në atë shtëpi ku lexohet Kurani, madje ku ndëgjohet Kurani, ku edhe citohet Kurani, edhe recitohet, ka bereqet shtëpia, ka begati, prezantojnë engjëjt me laçet, por personi i cili e lexon Kuranin është garantuar se Allahu i çon begati, bereqet në jetën e tij, në përditshmërinë e tij, në kapitalin e tij, në shëndetin e tij, në mendimet e tij, në familjen e tij, kështu me radhë. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Ne këtë libër që ta kemi zbrit ty është për plot begati, bereqet. Prandaj, qasu një studimi të argumenteve të këtij libri dhe le të jetë një përkujtim për të zotet e mendjes. Kështu Allahu po thot në Kur'an. Prandaj dietarët islam kur e trajtojnë fjalën bereqet ose begati këtu, thonë është e dimensioneve të ndryshme. Allahu të çon bereqet në çat ditë që lexon Kur'an, begati në punën tane, më shumë se në ditë ku nuk lexon. Bëhet dita më e begat, më e lehtë, më e qetë, fitimi më i mirë, madje edhe fitimi ekonomik kanë folë dietar. Edhe nga aspekti, pra, ekonomik është më e madhe se sa ditëve të tjera. Pastaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që Zoti i Madhërisht na flet se ata të cilëve Allahu ka mundsuar leximin e Kuranit, njohjen e Kuranit, përpunimin e Kuranit, persona të tillë i ka përzgjedhur Allahu. Kështu thot Allahu xhelle xhelalu: "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Ne këtë libër u kemi lënë trashëgimi atyre që i kemi përzgjedhur. Që i bie se nëse Allahu ta ka mundsuar me lexu librin e Allahut, e leximi po flas në direkte në gjuhën që ka zbrit, në gjuhën arabe. Por mos e neglizho edhe përkthimin. Të paktën nëse s'ki mundësi për shkak të moshës, ose për shkak të arsyeve të tjera, lexo edhe në gjuhën shqipe, kuptohet çfarë Allahu ka dashur me na thonë këtë libër. Atëherë bënu pjesë e këtij citati, që je i përzgjedhur. Pra atyre që Allahu ka mundsuar me lexu librin e Allahut, me përpunu, është prej të përzgjedhurve të Allahut. Pastaj të ndershëm vëllezër, për te këtyre dimensioneve, Allahu xhelle xhelaluhu Kur'anin e ka zbritur vëllezër shërues të trupit ton, shëndetit ton fizik, shërues të shëndetit ton mental, shërues të aspektit shpirtëror. Vërtet, pra, Kurani nuk është ilaç, është shërues. Allahu madje e ka garantuar që është shërues. Kështu Allahu xhelle xhelaluhu bën thirrje publike, globale. Ja ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. O ju njerëz, këtu Allahu nuk po thotë o ju besimtar, ose o ju musliman. O ju njerëz, juve veç ju erdh këshilla nga ana e Zotit të Madhërisht. Wa shifaa'un lima fi sudur. Juve dhe ju erdh shërimi i gjoksave të juaj. Shërimi i gjoksave kur e trajtojnë dietarët, jo vetëm këtë kohë, edhe në kohën e hershëm, këtu hyn aspekti shpirtëror, këtu hyn aspekti mental, këtu hyn aspekti fizik. Kurani shëron fjalët e Allahut xhelle xhelalu, pra janë shërues. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ky libër është edhe udhëzues dhe mëshirë për besimtarët. Po të ndershëm vëllezër, ky është libri i Allahut dhe shumë çka të tjerë, por për ta përmbyll pjesën e parë të hutbes, po e përcjell edhe këtë mesazh të ndershëm vëllezër. Përmes librit të Allahut njoftohemi kush jemi ne. Pse kemi ardhur ne? Pse jetojmë ne? Ka do të shkojmë ne? Cila është ardhmja jonë? Ky është libri që na garanton këtë. Ky libër na njofton për të kaluarën e hershme, sakt çka ka ndodhur në këtë botë. Si ka filluar krijimi i kësaj gjësie, i njerëzimit, i krijesave, si kanë ekzistuar krijesat dhe si kanë jetuar. Allah e përshkruan këtë libër. Jo vetëm kaq,
Allahu na flet edhe për të tanishmen, na flet edhe për të ardhmen. Prandaj për plot margaritar, për plot sevape dhe shpërblime, për plot mësime. Allah na mundësof që ta njohim librin e tij dhe të punojmë me të. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetë dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm, të pranishëm, po flas në dimensionin e dytë, në pjesën e dytë të kësaj hutbe lidhur me vlerat e Kuranit. Po flas në pika shumë të shkurta për pak çaste për shpërblimin e leximit të Kuranit. Pra të ndershëm vëllezër, libri i Allahut, siç dhe promovuam që është i veçantë, është libri i Zotit. Gjithsesi, qysh është i veçantë në përmbajtje, është i veçantë edhe në shpërblim. Kemi shpërblime ekskluzive që jemi premtu për ata që lexojnë librin e Allahut. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, kur flet pejgamberi alayhis salam për cilësinë e njerëzimit, të shoqërisë, thotë: "Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Pra cilësia e shoqërisë është edhe përmes kësaj matje. Sa ne e njohim Kur'anin dhe u mësojmë të tjerëve. E për të pa më sakt shpërblimin, pejgamberi alayhis salam thotë se për çdo harf, për çdo shkronjë nga 10 sevape. E pastaj ato shumë fishohen. E shtrohet pyetja, sa harfe, sa shkronje ka Kurani? Shumë kanë dhënë mendime, parafërsisht flitet për 325.000 shkronja. Herë 10 sevape, bojnë dikon 3.250.000 sevape me lexu Kuranin. Qitë shpërblim nuk e kemi për asnjë libër që e lexojmë në çfarë dëgjuhëm, madje në gjuhën arabe. Nëse lexojmë një libër pas Kuranit apo në çfarë do tjetër. Llogaritni vëllezër këto sevape. Pa i shti këtu 1/700 që ka në hadithe të sakta që Allahu e shumë fishon sevapin shpërblimin e dikujt deri me 700 që i bëjnë shumë miliarda sevape me lexu librin e Allahut. Pra të ndershëm vëllezër, leximi i librit të Allahut na mon afër Allahut, na lidh me Allahun, na e këndell mendjen tonë, na e rregullon shpirtin tonë, na e qetëson mendjen tonë, aspektin emocional. Është një garancion i udhëzimit, e sidomos do të thoya në këtë kohë të gjeneratat e reja, të fëmijët tanë dhe tuajt, që pothuajse ka do që shkojnë jenë të rrezikuar nga rrjetet sociale dhe ajo çfarë propagandohet në rrjetet sociale. Leximi i Kuranit, marrja me Kuranit, vetëm se çka e shton vlerën tonë, edhe lidhjen tonë me Zotin dhe vlerat tona me jetën e kësaj bote, në asnjë formë nuk ndodh që kohën që përkushtojmë me Kur'anin, aja që ka në ndamin tonë, jo të ndershëm vëllezër, aja është në dobijen tonë, edhe të shpërblimeve, edhe të perspektives tonë, edhe të ngritjes të Zotit Madhreshëm. Dhe është Zoti që të punojmë, ta njohim këtë libër, ta lexojmë Kur'anin, të punojmë me Kur'an dhe në ditën e gjykimit të krenohemi me leximin e Kur'anit, siç na ka thënë pejgamberi alayhis salam, lexoni Kur'anin se ai do të vijë ndërmjetësues për ju në ditën e gjykimit. Kohën që kemi harxhuar për leximin, po thot Allahu e bën që me fol Kurani, kohën që kemi lexu, që e ndërmjetëson për neve. Allah na mundësof të përgatitemi për muajin e Ramazanit, të bëjmë vepra të mira, i pranoft Allahu nga ne, ju, të gjithë muslimanët veprat e mira. Allahu na fal neve, juve, prindët tanë tuajt. Allahu na udhëzof neve, familjarët tanë dhe shoqërinë tonë.